Pjesa e fundit e historisë Belkisës dhe me Sulejmanin a.s. është pjesa më e bukur e historisë, sepse thash ajo mençuri, zgjuarësia e kësaj gruaje kurorëzohet me besim, po ashtu nga ana tjetër edhe pushteti dhe aftësia e Sulejmanit po ashtu bëhen shkak për udhëzimin jo thjesht të një gruaje të mençur, po të gjithë një mbretërie, dhe kjo është forma më e mirë se si pushteti me besim përdoret, si nga ana tjetër pushteti pa besim është i mençur dhe kalon në besim. Prandaj është konkretizim shumë i bukur të dy pjesëve të historisë. Belkisa kur vjen, nuk e di që arshi i saj, froni i saj i ka paraprirë asaj, domethënë kjo ishte tregues që Sulejmani donte ti tregonte që ajo që na ka dhënë Zoti është shumë herë më e fuqishme se sa ajo që ke ti, por ne e kemi të gjithë në emër të Zotit dhe atij ja dedikojmë dhe drejt këtij Zoti unë po të ftoj. Mirë, po ajo tregon edhe një herë aftësinë dhe zgjuarësinë e saj, pasi kur pyetet a kështu është froni yt, e tha është si puna e tij, sepse thua që edhe pak e kishin ndryshuar në formë. Mirë, po dietarët thonë ajo nuk deshi ta pranonte faktin, e njohu që është froni i saj, se njihte fronin e saj fare mirë, por nga diplomacia dhe urtësia nuk e nxori, nuk e tregoi, domethënë u surprizua për saj, po nuk deshi ta pranonte atë. Atëherë Sulejmani pikërisht i thotë ne na ka dhënë Zoti një dituri që është shumë herë më e madhe se sa ajo dituria që ke ti, një aftësi që është shumë herë më e madhe se sa aftësia që i thotë që kjo është froni yt realisht, por ky fron dhe ky civilizim ty të kanë penguar nga njohja e Zotit. Dhe unë po të ftoj pikërisht tek ky Zot. Allahu xhaleshanu pastaj pas këtyre tregon që shejtani i mallkuar e kishte penguar Belkisën dhe popullin e saj, po ky lloj civilizimi, ky lloj materializmi ishte bërë shkak që ti largoj ata prej besimit. Pra ti bëj të kënaqur, kemi çdo gjë, s'na mungon asnjë gjë. Por nëse nuk është besimi, mungon gjithçka. Prandaj në këtë rast për Belkisën dhe për popullin e saj duhej një Sulejman i cili i fton në diçka që shumë më e madhe se sa ajo që kanë. Dhe komunikimi, bashkëbisedimi me Sulejmanin dhe Belkisës vazhdon i tillë. Tregon superioritetin material që i ka dhënë Zoti një besimtar i musliman. Po ndërkohë thotë ne jemi të nështruar ndaj udhëzimit. Kjo është pastaj kjo tregon diçka që është më e madhe se sa ka, që ne nuk demonstrojmë dhe nuk shesim mend me këtë pushtet që kemi, por nëse është fjala për pushtet dhe për pasuri, ne kemi shumë më të madhe se sa kaq, por të gjithë ja dedikojmë Zotit dhe kemi diçka që është më e madhe se sa gjitha këto. Këto s'na hyjnë në sy fare, sepse ne kemi besimin dhe njohim pushtetin e Allahu xhaleshanuhu.